Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin 21 minuta. Ministrja e Ekonomisë në detyrë Artane Rizvanolli përmes një video të publikuar në rrjetin social në Facebook ka folur lidhur me çështjen e gazit amerikan. Rizvanolli thot fillimisht se nuk qëndron fakti që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t. Më tutje, ajo thot se Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit e kjo ka mundësuar që të mos krijohet varësi nga gazi, por edhe që çmimi të jetë më i ulët në rajon. Rizvanolli thot se vendet e rajonit paguajnë energjinë elektrike më shtrenjtë se në Kosovë. Ajo thot se synon që Kosova të ketë çmim më të ulët të energjisë elektrike. Po ju drejtohen përmes kësaj videoje për të theksuar disa fakte në lidhje me çështjen e gazit. E para, Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur thëngjillin, burimet e ripërtrishme të energjisë si era e dielli, kogenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona. E me gasifikim të qymyrit do të shtojmë kapacitetet të reja që janë me teknologji më të avancuar e më pak ndotje. E dyta, nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t, LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme. Bashkëpunimi në energji për Republikën e Shqipërisë është shumë i natyrshëm për ne. Dhe në vend të ndërtimit të gasjellësit të infrastrukturës përcjellëse të gazit që merr kohë e ka kosto financiare, ne mund të importojmë LNG në Vlorë, të prodhojmë energjinë elektrike atje e ta transmetojmë përmes linjës së interkoneksionit 400 kV që e kemi të gatshme sot dhe nuk kërkon asnjë cent investim shtesë. Gjithashtu nuk është e vërtetë që Kosova e ka refuzuar gazin amerikan ose gasjellësin amerikan në vitin 2021, siç është bërë shprehi të thuhet. Por për draft projektin e vitit 2021 do të flasim daras më në detaje një ditë tjetër. E treta, përballueshmëria e çmimeve është konsiderat kyçe në politikën tonë energjetike. Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit, gjë që na ka mundësuar që të mos krijojmë varësi nga gazi, por edhe të mbajmë çmimet më të ulta në rajon përkundër krizave globale në vitet e fundit. Sot familjet në Shqipëri paguajnë energjinë elektrike 31% më shtrenjtë se sa ne. Ato në Maqedoni të Veriut 30% më shtrenjtë e në Serbi 25% më shtrenjtë. Ne synojmë që Kosova të vazhdojë të ketë çmimin më të ulët të energjisë elektrike. Prandaj, edhe LNG ne konsiderojmë jo si zëvendësim të burimeve tona, por vetëm si një burim shtesë për kohët kur burimet vendore nuk mjaftojnë. Nga analizat që kemi bërë del se mënyra më e shpejtë, e dobishme dhe ekonomikisht e favorshme për inkuadrimin potencial të LNG-s në miksin tonë energjetik është përmes termocentralit në Vlorë. E katërta, pavarësisht këtyre diskutimeve, nuk ka asnjë dilemë që Kosova dhe qeveria e saj kanë qenë dhe mbetën të bashkërenduara me politikën e jashtme të SBA-ve në mënyrë konsistente dhe parimore. Sigurisht që Kosova e çmon dhe përkrah përpjekjen e SBA-ve për të eliminuar ndikimin që Rusia ka në rajonin tonë përmes furnizimit me gaz. Shtetet si Serbia, Maqedonia e Veriut ose Bosnia-Hercegovina që kanë infrastrukturë gazi dhe varësi nga gazi rus, patjetër që duhet të zgjedhin mes Rusisë dhe Amerikës. Mirë po në rastin e Kosovës, shfrytëzimi i temës së gazit për të vendosur etiketime si anti-amerikan ose për të shtruar pyetjen me Rusinë me Amerikën është jo vetëm fals, por edhe komplet i palogjikshëm, sepse Kosova nuk importon asnjë metër kub gaz rus. Kosova kur nuk e ka zgjedhur Rusinë, as në energji e as në asnjë fushë tjetër. E pesta, diskutimet e vendimet afatgjata si këtë që kanë të bëjnë me import të gazit për dekadat në vijim, ndërkohë që ne nuk kemi infrastrukturë e përvojë, e sektori i energjisë po ndryshon e modernizohet dita ditës janë shumë përtej politikës ditore. Këto diskutime më së paku duhet të hapen në euforinë e fushatës zgjedhore. Si gjithmonë, ne do ta trajtojmë edhe këtë çështje me seriozitetin e përgjegjësinë më të lartë bashkë me ekspertët e të gjitha institucionet relevante dhe duke marrë parasysh të gjitha konsideratat ekonomike e politike. Përfundimisht, vendimet do të jenë transparente dhe në përputhje me interesin afatgjatë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju faleminderit. Ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, ka deklaruar se vendimi për çështjen e gazit amerikan i takon qeverisë së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e garantimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji për qytetarët dhe ekonominë. Westerlund tha se nuk dëshiron të jap vlerësime se cila zgjidhje është më e mira, duke lënë
këtë vendimarrje institucioneve të Kosovës dhe negociatave me partnerët ndërkombëtar. I takon qeverisë së Kosovës ta marrë atë vendim dhe sigurisht që është e rëndësishme për çdo qeveri të ketë furnizim të qëndrueshëm me energji, mund të zgjidhen rrugë ndryshme për të arritur këtë, por mendoj se është shumë e rëndësishme që të qytetarët dhe ekonomia të kenë një furnizim të qëndrueshëm me energji, tha ai. Derisa ne flasim për gazin amerikan, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë po bëhet gati për festën e pavarësisë. Ambasada e SBA-s kanë vendosur një flamur të madh të Amerikës në një prej hapësirave të objektit të ambasadës. Kjo në prag të shënimit të 250 vjetorit të lindjes së shtetit amerikan. Në ambasadën e SBA-s në Prishtinë me krenari e shfaqëm flamurin, ndërsa përgatitemi të festojmë 250 vjetorin e Amerikës. Liria 250 thuhet në njoftim. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna tha për Radio Televizionin 21 se aktualisht situata me inflacionin në Kosovë është si pasojë e mosveprimeve institucionale për t'ju dalë në ndihmë bizneseve, veçanërisht pas zhvillimeve të fundit globale. Rafuna deklaroi se inflacioni nuk luftohet me pako të njëhershme, por me lëvizje të qëndrueshme fiskale. Ndërkohë Rafuna theksoi edhe nevojën për formimin e shpejt të institucioneve dhe gjithashtu ka komentuar edhe zhvillimet e fundit lidhur me gazin amerikan. Si Odë Ekonomike kemi ngrit alarmin të institucionet tona dhe ju e dini përmes mediumit juaj shumë herë kemi bërë kërkesë që të ketë një paketë anti-inflacion që i ndihmon biznesit, mirë po nuk ndodhi që ta kemi nga qeveria, sa ishte para zgjedhjeve një paketë që kishte ndihmu spakun nga dalsimin e inflacionit, po pse jo edhe me ul inflacionin, se nuk ka qenë krejt indikimi vetëm prej faktorëve të jashtëm, prej rrethonave gjeopolitike, siç është për shembull konflikti në lindjen e mesme me çështjen e Hormuzit, por ishte edhe brenda me çështjen e energjisë elektrike. Dhe të jem sinqert dhe shumë transparent, edhe shtesat që nxonën para zgjedhjeve ose afër zgjedhjeve kanë qenë një simulus i inflacionit që kemi sot, që inflacion për shkak se është rrit kërkesa për konsum, edhe me automatizëm është rrit edhe inflacioni. Megjithatë, qeveria në detyrë bëri një lëvizje i stimuloi qytetarët nga 100 euro kategori të ndryshme. Sa ndikoi kjo? Po kjo është ajo që thash, kjo nuk ka ndikuar për të mirë, nuk ka ndikuar që ta ndihmojë inflacionin, ta ngadalsoj inflacionin, po kjo e ka simulu inflacionin më rrit, për shkak se shtesat për 100 euro me automatizëm e kanë rrit kërkesën për konsum. Edhe me njëherë çmimet kanë lëviz. Kështu që kjo është ajo që nuk ka ndikuar për të mirë, por ka ndikuar në anën e kundërt, domethënë për më rrit inflacioni. Kështu që shtesat e njëhershme ad hoc që janë vendimet ad hoc, shtesat ad hoc, nuk janë si them mjete që luftojnë inflacionin. Bili duhet me pas kujdes se ato mund me ndikuar në rritjen e inflacionit siç ka ndikuar tani në rastin konkret. Në ngadalsimin e inflacionit ose nulin e inflacionit duhet të ketë masa të politikave fiskale, duhet të ketë masa të politikave financiare, ani pse ne nuk e kemi monedhën tonë, mirë po nëpërmjet interesave të bankave mundet me ndikue që të ketë ngadalsim të inflacionit apo edhe ulje të inflacionit. Dhe e treta janë masat administrative. Asnjërin prej tyre nuk e ka bërë qeveria tani në detyrë, por para zgjedhjeve. Kështu që është dashur një paketë me masa konkrete që lufton inflacionin, e jo me shtesa. Me shtesa nuk luftohet inflacioni, me shtesa simulohet inflacioni. Në Vapën mbi 33 gradë puna në ndërtimtari bëhet një sfidë serioze për shëndetin dhe jetën e punëtorëve. Të ekspozuar për orë të tëra në ndjell, ata përballen me rrezikun e goditjes nga të nxehtit, dehidratimi dhe problemeve të tjera shëndetësore që mund të kenë pasoja të rënda. Në këto kushte, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka përsëritur kërkesën që puna në sektorin e ndërtimtarisë dhe në aktivitetet e tjera që zhvillohen në ambientet hapura të ndërpritet nga ora 12 deri në orën 17, kur temperaturat arrin kulmin. Në këtë temë, kolegja Era Armoku ka biseduar me kryetarin e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Adeh Kolli. Zoti Hikolli, ju keni kërkuar ndërpirjen e punës në ndërtimtari nga ora 11 deri në ora 5, apo e përfillin kompanit këtë kërkesë që ju e keni bërë si sindikat? Po, fillimisht faleminderit edhe për këtë që po e bëni, sepse është momenti i fundit që të t'ju drejtohemi punëdhënësve dhe partnerëve social se veç ka fillu kjo sezona e
se zona e një klime shumë të nxehtë, e cila dëmton shëndetin e të punësuarve. Në ndërtimtari mund të bëhet një farë orari ku shumicën e kohës mund të punohet mrena, ku ka më shumë hije se sa jashtë. Ajo që kam thënë është e vërtetë, sepse në këtë kohë kaq të rëndë, nga ky i nxehtë që vjen nga Azia të kështu, është shumë i rrezikshëm për punësuarit. Një humbje e një jetë të njeriu nuk ja vlen për asnjë gjë. Sa punëtorë të ndërtimtarisë po rrezikojnë jetën e tyre duke punuar në këto temperatura të larta, themi ashtu? Po në përgjithësi, domethënë të gjithë ata që punojnë këto temperatura e rrezikojnë jetën. Duke marrë parasysh edhe kushtet e punës tek ne janë edhe në kushtet normale nuk janë që domethënë ja sigurojnë jetën e një të punësuari në ndërtimtari. Kështu që unë mendoj se punëdhënësit duhet të kenë kujdes shumë edhe të mbështesin shumë të punësuarit në Kosovë, për arsye se krejt kjo që është bërë është falë djersës të punësuarve në Kosovë. Po ju si BSPK a keni informacione rreth asaj se sa kompanitë në të cilat punojnë këta punëtorë ju sigurojnë punëtorëve, themi ashtu, pije, diçka pra freskuse që e ndihmon sa të pak këto temperatura? Po tash informacionet janë pak të mangëta, për arsye se edhe të punësuarit që janë aty pari, nuk i dhon shumë informacionet. Ne kemi bërë thirrje dhe po bëjmë thirrje non-stop që t'i ofrohen sa më shumë ujë, gjëra elementare, edhe të kujdesen nga ky nxehtë, momentet ku temperaturat i kalon ato që është e papërballueshme, të marrin një pjesën tjetër të marrin të pushojnë ose të bëhet një orar tjetër i punës. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës ka shqyrtuar me kujdes draft rregullorën për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale të Prishtinës dhe me këtë rast shpreh shqetësimin e saj lidhur me disa dispozita, të cilat mund të kenë ndikim të drejtë për drejtë në klimën e të bërit biznes, konkurreshmërinë dhe investimet në kryeqytet. Kjo dhomë vlerëson se çdo ndryshim fiskal duhet bazohet në parimet e proporcionalitetit, sigurisë juridike dhe konsultimit mirëfillt me komunitetin e biznesit, gjë që në këtë rast Komuna e Prishtinës nuk e ka bërë. Në këtë drejtim, konsiderojmë se draft rregullorja parasheh rritje të konsiderueshme të tarifave për disa veprime pa u dhënë ndonjë arsyetim ekonomik ose analizë e ndikimit. Tarifat të tilla krijojnë barë shtesë financiare, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Mungesa e kapaciteteve për trajtimin e personave me çrregullime mendore që bien ndesh me ligjin vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore të sistemit korrektues dhe shëndetësor në Kosovë. Kjo u theksuan tryezën e diskutimit parandalimit torturës përmes mbrojtjes së shëndetit mendor në institucionet korrektuese, organizuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës me rastin e 26 qershorit, ditës ndërkombëtare në mbështetje të viktimave të torturës. Menaxherja e programit në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Fatmire Haliti, tha se parandalimi i torturës nuk nënkupton vetëm ndalimin e dhunës fizike, por edhe garantimin e kushteve që respektojnë integritetin fizik dhe psikologjik të personave të privuar nga liria. Personat me çrregullime mendore dhe nevoja të veçanta përmbëjnë një nga grupet më të marginalizuara apo më sfiduese për trajtimin në këto institucione. Andaj, në situatën çfarë jemi, ne kemi avokuar të kaluarën, po edhe tani, edhe përmes kësaj tryeze, synojmë që të bëjmë thirrje të institucionet përkatëse për krijimin e strukturës organizative të institucioneve korrektuese për vendosjen adekuate dhe trajtimin adekuat të personave me çrregullime mendore që bien ndesh me ligjin. Avokati i popullit Naim Çelaj tha se ndalimi i torturës dhe çdo formë të trajtimit njerëzor është obligim i institucioneve dhe se mbrojtja e dinjitetit njerëzor duhet të garantohet për të gjithë personat e privuar nga liria. Institucioni i Avokatit të Popullit përmes mekanizmit kombëtar për parandalimin e torturës ushtron një rol kyç në monitorimin e vendeve të personave ose ku mbahen të privuar personat nga liria.
Përmes vizitave të rregullta të paparalajmëruara, raporteve dhe rekomandimeve, mekanizmi kontribon në identifikimin e mangësive, parandalimin e keqtrajtimit dhe promovimin e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare për trajtimin human dhe me dignitet. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Gjens Nimoni tha se persona me rregullime mendore janë ndër kategoritë më të cënueshme në institucionet korrektuese dhe se Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë masa për përmirësimin e trajtimit të tyre. Për adresimin e kësaj sfide me kërkesën tonë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndarë buxhet për zgjerimin e kapaciteteve të Institutit të Psikiatrisë Forenzike, pasi kapacitetet aktuale janë shumë të limituara. Ky projekt pritet të përfundojë brenda disa muajve. Sa i përket trajtimit të këtyre personave gjatë vuajtjes së dënimit, me mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë është themeluar institucioni për trajtimin e personave me nevoja të veçanta, i cili funksionon si pavion i ndarë në kuadër të qendrës korrektuese në Dubrav. Zëvendës kryesuesja e Këshillit Gjyqësor Arjeta Sadiku tha se mbrojtja e shëndetit mendor të personave të privuar nga liria është përgjegjësi e përbashkët institucionale dhe lidhet drejt për drejt me respektimin e dinjitetit njerëzor. Mbrojtja e shëndetit mendor të personave të privuar nga liria nuk është vetëm çështje e sistemit shëndetësor, por një përgjegjësi e përbashkët institucionale që lidhet drejt për drejt me respektimin e dinjitetit dhe të drejtave themelore të njeriut. Nga perspektiva e gjyqësorit, kjo çështje ka një rëndësi të veçantë në rastet kur gjykatat vendosin për masa që prekin lirinë dhe trajtimin e personave me rregullime mendore. Ndërkaq, drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, tha se prej 3 vitësh nuk ka pasur asnjë rast kur një person për të cilin gjykata ka urdhëruar trajtimin në Institutin e Psikiatrisë Forenzike mbahet në burg. Po nisim me këtë një dilemë të cilën ngriti zonja Haliti, për gjithë juve, nuk kemi as edhe një person të vetëm, jo vetëm sot, po ka 3 vite, as një person të vetëm, i cili në akt të vendim të gjykatës shkruan që trajtimi do të mbahet në Institutin e Psikiatrisë Forenzike dhe ky mbahet në burg. Është 0 raste, ka 3 vite që asnjë rast i tillë. Themelimi i institucioneve për trajtimin e personave me nevoja të veçanta ka qenë obligim ligjor që nga viti 2014. Ky institucion është themeluar vetëm para 2 viteve dhe është shembull për rajonin. Ushtruesja e detyrës së presidentes Elbulena Agjiu zotua se do të adresoj së shpejti çështjen që Kosova brenda një kohe të shkurtër të ketë një qendër të rehabilitimit që do të jetë qendër profesionale ku trajtohen personat që janë të varur nga narkotikët. Zotimin Agjiu e dha në ditën ndërkombëtare kundër abuzimit të drogave dhe trafikimit paligjshëm. Më ka rasti që me taku shumë prindër të cilët përballen me fëmijët që janë të varur nga substancat narkotike, sidomos në periudhën që e përmenda sa kam qenë Ministre e Drejtësisë. Dhe kërkesa e tyre dhe që do të adresoj edhe sot është pikërisht ajo që ju e përmendët, që edhe Republika jonë, Republika e Kosovës të ketë një qendër të rehabilitimit, qendër profesionale ku trajtohen personat që janë të varur nga substancat narkotike. Tutje Agjiu tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet jetë i pa kompromis ndaj trafikantëve, teksa sipas saj shteti duhet jetë maksimalisht i kujdesshëm ndaj personave që kanë nevojë për trajtim. Me që po flasim për varësinë, dua të them që personi i varur nga substancat narkotike nuk është as kriminal e nuk është as trafikant. Këta duhet me pas të qartë. Është njëri që ka nevojë për trajtim, që ka nevojë për mbështetje, edhe që ka nevojë për rehabilitim shoqëri. Kriminal është ai që shfrytëzon dobësinë e tij, që e furnizon, që e shtyn më thellë në varësi, por po ashtu edhe që përfiton, prandaj edhe vëmendja duhet jetë edhe te ky aspekt patjetër, pra pa e përjashtuar njëra tjetrën. Ndërsa togeri policisë Kosovës Faruk Bunjaku nga Drejtoria kundër drogave tha se si njësi antidrog kanë disa aspekte të luftimit të drogave duke filluar nga aspekti rrugor, niveli i mesëm dhe niveli ndërkombëtar. Sa i përket shkollave, ju e dini që në gjithë Republikën e Kosovës është në zbatim një plan operativ siguria në shkolla, i cili ngërthen në vete dhe luftimin e dukurive negative siç janë drogat. Ka pasur një efekt jashtëzakonshëm pasi që policët në rroba civile janë prezent në dhe përreth shkollave, duke komunikuar vazhdimisht
me stafin e shkollave dhe duke siguruar një ambient më të mirë për nxënësit aty. Në aspektin rrugor, Drejtoria Antidrogës kohëve të fundit ka arritur me stafin e vet, kështu që kemi më shumë prezent polic në rroba civile, përfshirë stacionet policore, të cilët kanë dedikuar disa polic kësaj luftimin e drogave në nivel rrugor. Kurse drejtori ekzekutivi i OJQ-s Labirinth Safet Blakaj tha se shqetësuese në Kosovë është përhapja e shpejtë e përdorimit kokainës dhe një varianti të saj që quhet crack kokain, e cila sipas tij krijon varësi të shpejtë por edhe shkakton rritje të agresivitetit. Por neve për na shqetëson shumë përhapja e shpejtë e përdorimit të kokainës, edhe një varianti i saj na crack kokain që quhet, e cila shkakton vazhdimisht shumë më shpejt, por shkakton edhe tjera probleme duke rritur agresivitetin tek personat që e përdorin. Pra, këto janë që po ndodh momentalisht. A ka droga tjera? Po ka, por ato edhe po ndryshojnë me kohën, për shembull gjatë stinave të ndryshme ose sezonave. Tash ka problem për shembull me ekstazin, e cila çdo në sezonin e verës është më prezente. E për na shqetëson shumë edhe drogat që janë ngjashme me kokainë, stimulant çfarë është amfetamin edhe metamfetamin. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka renditur disa kërkesa që duhet plotësohen nga vetëvendosje nëse do ndihmën e saj për formimin e institucioneve. Kryetari AK-s Ardian Gjini ka thënë se partia e tij nuk synon pjesëmarrjen në qeveri, por se ka disa kërkesa nëse dikush i kërkon ndihmë. Kosovës duhet qartë edhe pa ekuivoke me pranu orientimin strategjik edhe njëherë, me pranu projektin e gasit lëngshëm, gasit amerikan. Me njëherë, ky është jo vetëm projekt energetik. Ky është projekt strategjik që tregon orientimin shumë afatgjatë të shtetit tonë. Shteti jonë duhet me njëherë me i nisë procedurat e ndërtimit edhe të termocentralit të rinë të ngjillë. Duhet me u shfrytëzu të ngjilli jonë me njëherë, edhe ato drejtarët mundën me u mbyllë shpejt, kështu që duhet shumë shpejt me vepru. Institucionet e reja duhet me njëherë me ngrit pragun e TVSH-s nga 30.000 euro në 100.000 euro. Ka qenë edhe premtimi ynë elektoral edhe sot e përsëris. Një veprim i tillë i njëhershëm kish me çliru potencialin e jashtëzakonshëm ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që në Kosovë vjen afër 100.000. Po flasim për 100.000 biznese mikrofamiljare të vogla ose të mesme. Nëse ka nevojë për kurum, do ta bëjmë kurumin. Por na duhet pastër, zotimi i pastër me shkrim, që këto veprime do të ndërmiren. Në kundër vlerë nuk kërkojmë asnjë gjë. Në bazë të normës kushtetuese, fillimisht duhet me u zgjedh presidenti ose presidentja e vendit, kryetari ose kryetaria e vendit, me u konstitu kuvendi, atëherë duhet me u zgjedh presidenti ose presidentja e shtetit, atëherë mandatohet mandatari për kryeministra dhe zgjedh qeveri. Vetë fakti që edhe kjo bëhet temë, neve na bën me besu që dikush prap do me shty një agjendë e cila nuk është unifikuese, e cila nuk është në të mirë në qytetarëve të Kosovës, e cila rrezikon me prodhu krizë të re, edhe cila rrezikon me shty vendin pa institucione dhe për një kohë. A ka me u votu një person që lyt me u bo diçka? A nuk ka me u votu një person që lyt me u bo diçka? Nuk ka me u vaj edhe njëherë a kanë me bo marrëveshje parti politike. Lirisht e ta bojnë. Na nuk kemi kundër që partit me bo marrëveshje politike. Por nëse ka me ju desht aleanca për me e zgjidhën ngërçin institucional, na nuk kemi me adhon vetëm se një person për lyt me bo kryeministër e një person tjetër për lyt me bo president. Jo për ato. Ne jemi të gatshëm me u taku me partit politike, nuk kemi kurfar droje me u taku me partit politike. Nuk kemi drogë. Bile mendojmë që takimet dhe diskutimet janë të vlefshme. Mirë po nuk guxojnë me u shëndru në takime ekskluzivisht për interesa vetjake. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.